22 janar. Ngriuni për vendin tuaj. Rama i ka falur rreth 1 milion metër katror vajzës çekes, ndërkohë dhe vajzë e presidentit Trump, e turpshme. Kërkon të blej akses, ndërkohë që media amerikane ka kohë që thotë që Ivanka është separated me Kushner, i cili përdoret nga zoti Trump për pazaret me nivelet të larta, por mbas nëndorit nëse humbet Kongresin, do të ketë hetime për fëmijët e tij të llastuar. Natyrisht ju thash që ftesa për tek bordi i paqes ka ardhur nga Kushner. Nuk e nxori natën e parë, nxori të abortet e tij servila që vinë nga tokat shqiptare të Kosovës, duke thënë që vetëm lideri global i Ballkanit ka marrë këtë ftesë. Mekanizmat janë kundër Ramës, ftuan presidenten e Kosovës. Ky bord, që për mua është bordi i turpit deri tani, ka një merit që ka ftuar Kosovën në një organ ndërkombëtar. Ky është lajmi i mirë. Rama do të flakte gjithkënd që të ishte në Davos ngjitur me presidentin Trump të firmoste atë marrëveshje të madhe historike. Por zgjodhi të ishte pranë një kriminale, kusare, hajdute, e cila e ka cilësuar në vijshmëri palloshi. Ka disa shpjegime. Trump ose njerëzit e afërt ndaj tij nuk e duan Ramën afër Donit. Ashtu siç ja bën një vit më parë në konferencën e sigurisë ku ai donte të merrte një fotografi me J.D. Vance ose me Rubin dhe këtë radhë. E mbani mend letrën se si u përgjigj, do të vija me vrap me atlete, do të bëja piktura dhe do të firmosja me dëshirë të madhe. Idioti kujtoi se firmosja do të bëjë në Shtëpinë e Bardhë. Pra ai nuk është. Dhe ajo që ndodhi në parlament është një katrahur. Çfarë voton ti? Ti nuk e bën marrëveshje. Sepse nuk e firmosur. Nëse ti ke qenë aq i zën të kaloje natën me Ivankën në për klube nate, ku mungonte dhe kryetarja e opozitës, si thua ti për ato që ka shkruar parathënien e Kamalës, është zero logjik. Ti do bëjë çdo gjë që ti ishte ndavës. Por ka shumë gjasa që ata që kontrollojnë zotin Trump e din që ti mund të jesh në heshtje non grata për këtë administratë. Zoti Trump nuk ka nevojë për servilizma edhe për një pallosh, sepse servil ndaj tij thuajse janë të gjithë litrat botëror, se kanë frikë, dhe unë i kuptoj. Ndaj nuk është rastësi që SPAC po mbështetet me forcë, se SPAC nuk ka asnjë kontroll nga Ivanka, Eriku, Donald Jr. ose Kushner. Mendoj se fëmijët e llastuar do të jenë një barë ndaj zotit Trump, nëse humbet Kongresin në dorë, hetimet do të nisin nga e majta dhe do ta shqyejnë. Ai mund t'i falë përpara se t'i si president, siç bëri presidenti Biden. Por kjo nuk e fshet korrupsionin e tyre. Pra, Rama mund të vazhdojë me prravat e radhës. Mund të thotë që unë do të shkoj në Shtëpinë e Bardhë, në Shtëpinë e Kuqe, në Karrikën e Verdhë, mund të jenë Mar-a-Lago. Dhe Rubio ka takuar Vučić në Davos. E jo Spiro Palën. Përse nuk dërgove Spiro Palën të firmoste në Davos? Si dërgoi Erdogan, i cili nuk denjoi të shkonte të firmoste, nuk është lider karagjoz. Kërkon ta shesësh se zgjodha ftesën me vajzën nga babai. Nuk të ka bërë ftesë babai, është fotokopjo. Ignorant diplomatik. Dhe në qoftë se kjo është një marrëveshje historike, dhe ti të pranon të kalosh natën nëpër klube me Ivankën, vetëm për këtë fakt duhet shkarkuar. Trump ka bërë një tërheqje mbas, nuk është më bord paralel me OKB-n. Nga ato që u firmos dje më duk si Kupa Aziatike e futbollit, Uzbekistan, Azerbajxhan, Pakistan, Armeni,
Brunei, vetëm 2 nga Europa, i Bullgarisë dhe i Hungarisë. Pjepër i Italisë nuk ishte, Britaniku jo. Edhe Mitsotakis si që ka pranuar nuk shkojt firmoste. Nesër niset të Këshilli i Sigurisë. Natyrisht që ka njerëz që duan ta tregojnë Trump që është në rënje mendore, me dementia dhe sulmin më të madh ja ka bërë Murdoch. Pronarit vetes gazetë djathtë në Amerikë, Wall Street Journal, e cila ndryshon nga Fox News, i cili ka propagandë ultra djathtë, ndërkohë për Wall Street Journal, Murdochu e di që votuesit e magës nuk lexojnë. Trump ishte, sipas Wall Street Journal, kishte rastin e tij fantastik të tregonte dominancën dhe të tregonte që njerëzit e duan, e dashurojnë. Ishte një turm me shefash financash, diplomatësh, ata servilat e medias madhe, të cilët përprisnin enturazhin e madh dhe me padurim se çfarë do të thoshte doni i madh. Në qoftë se shikon propagandën, Wall Street Journal thotë se janë ekstaz ata të magës. Steve Bannon do të thoshte që në qoftë se ti je globalist, vetë të mendo se si shfluturoi Trump në Davos të u tregua si gangster. Në qoftë se je nacionalist, kjo është fjala më e madhe që nga koha e Perekliu të Athinës, Steve Bannon. Mbase kjo ka shkruar më tej se ç'duhet, sepse Trumpi është performues, por jo orator. Dhe në monologun e tij ku hante fjalët, nuk ngjasonte me Perekliun, sepse dhe numri i fjalëve që i pakët. Dhe presidenti shpesh u duk i konfuzuar duke ngatruar Islandën me Grenlandën, të paktën 3 herë. Dhe kjo do të sillte më pas anekdota dhe janë tallur me statistikat jo korrekte të tij, nuk po e them unë, e thot gazeta vetë me djathtë amerikane, Wall Street Journal. Natyrisht, pak zemra ka fituar dhe mendjen Davos, zoti Trump. Kërkesa për Grenlandën ishte shpirti i fjalës së tij. Ndërsa disa amerikanë e vlerësonin këtë nga tregjet financiare, të tjerët shikonin që Trump do të përdorte forcën ushtarake. Dhe ishin të shqetësuar. Presidenti 47 amerikan, të cilin amerikanët e votuan për Amerikën, as për Gazën dhe Ukrainës, ka si disa feksime. Dhe kjo duket qartë të kërkesat dhe uria e tij për ekspansionet territoriale. Edhe pse e dinte që do të kishte kundërshti të hidhet në Kongres dhe do të dëmtonte shumë marrëdhëniet me aleatët. Por Trump e kishte vënë atë vizën në rër. Në qoftë se europianët duan suportin amerikan, hipoteka e Groenlandës do të ketë një çmim dhe unë ta marr. Ka shumë gjëra që mund të thuash lidhur me anën morale dhe sjelljet e zotit Trump. Shpeshherë vendime të tmerrshme dhe të nevojshme realizohen. Dhe sillet shembulli i Churchillit në vitin 40, i cili dha urdhër për të shkatruar flotën franceze që ajo të mos binte në dorë të gjermanëve. Trump nuk ka shkuar kaq larg. Çasti është që kërkon sovranitet në Groenland dhe natyrisht që kjo pjesë ishte pjesa më e dobët të fjalimit i Davos, thot Wall Street Journal, gazeta e vetë me djathtë amerikane.
Trumpi njihet që ka vlera, projekte të ashpra dhe është në kundërshtim me elitën europiane. Edhe pse vetë është me origjinë skoceze nga nëna dhe gjerman nga jati. Shpeshherë ka ndjenja që luftojnë këtë lloj perëndimit të Europës dhe aleancën, lidhjen atlantike. Shpeshherë dhe i ka ofenduar dhe mesazhi i tij është i ashpër. Duket se ka një hapësirë të madhe midis Magës dhe Brukselit. Natyrisht që Trumpit nuk i pëlqen hapja e kufive. E mbylli kufirin jugor në Amerikë për problemet i shikon në Evropë. Dhe e thot haptas që Europa po shkatrohet nga emigrimi ideologjik dhe ka drejt. Ndërkohë që lufta e Rusisë ndaj Ukrainës i jep një armë më shumë Trumpit që të jetë në sulm. America first. Pra po hethi detën që duhet dalin dhe te kufive tanë. Dhe fiksimi që ka për Grenlandën e tregon këtë. Por fati i Arktikut do të vendoset në qoftë se do të ketë trupa amerikane. Sa më shumë që mendon për Grenlandën, aq më shumë ai duhet mendoj për marrëdhëniet e mira që duhet pasur me Danimarkën, Norvegjinë dhe Britaninë. Natyrisht që perëndimi po shkon në një ndryshim coptues dhe establishmenti politik nga të dy anët janë tronditur në zemrën e civilizimit. Më shumë ndarje do të ketë në të ardhmen dhe duket që aleanca është në rrezik. U duk sikur sekretari i NATO-s Ruto e kapi këtë çast dhe ndërhyri mbas atyre fjalëve të rënda që Trump kishte bërë në mediat sociale. Por duket që aleanca mbijetoi. Askush nuk e di se çfarë lloj marrëveshje do të bëhet. Se në qoftë se çon baza ushtarake, nuk e pasur nevojë për marrëveshje se është traktati i vitit 1951. Për shfrytëzimin e materialeve të rralla, danezët kanë qenë të hapur. Ka diçka që europianët paguajnë më shumë për trupa ushtarake, pra jo Trump, dhe të ketë një lloj statusi si baza e Guantanamo në Kubë, pra një lloj qiraje. Në ato vende ku ndërtojnë bazat amerikane, amerikanët do të kenë sovranitet ndaj kësaj sipërfaqe toke. Pra nuk do të kenë sovranitet mbi Groenlandën, çka do të mbetet autonome në varësinë e Danimarkës, por në ato baza ushtarake do të jetë thuajse trualli një ambasade, pra do të ketë jurisdiksion amerikan. Ky është lëshimi dhe mbase me këtë, Trump e ndjen veten fitues dhe kthehet në Amerikë. Ky ishte Davosi. Ka qenë dhe Alex Soros në Davos, me helmin, urrëtitjen. Ka qenë guvernatori i Kalifornijës. Ka qenë dhe Duçka, i cili kërkohet nga amerikanët për trazirat e mëdha dhe lidhen me Meganical. Në ato të tryes të një fëmijë tjetër të llastuar Trump, Eric Trump, pagesat kanë qenë $25,000 thjesht në darkë. Rama e mori shuplak në radhës. Duket triumfator përpara taulën në pallave, por në Davos nuk e qasi kush. Ëndra e tij do të vazhdoj, që mund vinë në shtëpinë e bardhë. Aq sa erdhi Vučić, i cili të paktën e zbythi Kushner nga ndërtimi i hoteleve në mes Beogradit. Për të qëndruar në pushtet, Rama është gati të japë gjithçka. Ivanka do të ketë me qindra kudo në botë. E turpshme, sepse ato troje, 1.000.000 metër katror të falura nga Rama, nuk ka zot të mos të jenë pa zot. Ka pronar.
E mbani mend Orvatjen për të futur ato mullinte e erës në Karaburun? Me thonjë ngritën nga Dukati katundarët që i duan tokat e tyre. Po katundarët e Zvërnecit, përse nuk qohen? Janë votues të rregullt të Partisë Kriminale të Hoxhës. Nuk ka ndonjë gjë të re. Hoxha fali Floririn dhe gjithçka të Tito mbas 45-s. Dhe ky do t'i fali gjithçka vajzës mbretit, siç e kujton ai. Por ky vend i madh, jo kam thënë, ka filtra. Nuk mundet që dikush që cilësohet si Noriega në median e djathtë amerikane të ulej në krah zotit Trump, se është me A, aty ku qëndronte ai i Armenisë. Edhe pse Trump më parë do thoshte Albania për Armenin kur ka ndaluar atë luftën hipotetike Azerbajxhan dhe Albania. Dhe Rama u tall me donin e madh. Janë 2-3 vetë që Trump nuk denjon të shikoj. Ndërta është Noriega i Ballkanit, Ramashenko, po Lukashenko, përse nuk ishte të firmoste? Se dhe ai kishte pranuar këtë bord që deri tani për mua është i turpit. Pra Trump ose Kushneri ta përdor emrin, por nuk të merr të firmosësh. Dhe zgjedh një zonjë fisnike e cila dhe jo gaboj kur thot ishte ftesa personale. Është për shqiptarët të Kosovës. Kjo është fitoria e atij bordit. Pra Trump, administrata tregon që nga Kosova nuk ikin. Por edhe pse vlerësuan Shqipërinë, Ramën nuk kanë se si ta duan. Shtet mafioz, narkoshtet, Noriega. Rama mund të ketë ëndra të shkatërroj spakun. Të paktën 20 zyrtarë të FBI dhe DEA-s janë aty. Mund të Orvatet të shpëtoj Ballukun. Mund ta çojnë në Venecia, mund ta çojë edhe në Galaktika çështjen e saj. Por shqiptarët janë ata që vendosin. Do të lejojnë një të çmendur që të tallet, të falë trojet, të falë çdo gjë. Dikush që me delir shkruajtja të status që fitore madhështore e Shqipërisë na vlerësojnë. Por ndafës ishte Duçka. Dhe nuk ishte ai. More dhe Ahmetaj mund të ketë shkuar në një nga drekat e darkët të ndafës. Por ajo që më çudit është që as Spiropalin nuk e paska dashur askush atje. Se do t'i dalin probleme me miliona dollar edhe asaj deri në Kanada. Njerëzit e Ballukut vazhdojnë e vinë njërë. Ky vend i madh vazhdon dhe rrit dosjen për njerëzit që njësojnë me Maduron, me Lukashenkon, për politikën e madhe. Trump ta dërgon një fotokopje me autopen. Por nuk mund të afroj dikë që qelbet era korrupsion dhe anti-amerikanizëm. Harruat se si u tall me përfaqësuesen amerikane duke thënë që ne mund të afrohemi nga Kina. Fundi është i tmerrshëm. Por janë shqiptarët ata që realizojnë çdo gjë. Thank you. Kudo në Shqipëri.